e dyta niveli dhe disproporcioni i madh ekonomik mes Amerikës dhe Shqipërisë, thënë troç ju nuk keni nevojë për Shqipërinë ekonomike. Por, ju keni disa aspekte të tjera nevojë për atë dheun tonë përbashkët. Dhe ato janë shpirtërore. Për shembull, ju keni nevojë që njerëzit që jetojnë atje, po që janë gjaku juaj, pse të mos shohin 2 ditë bardha në vazhdim? Po apo jo? Ju keni nevojë që një në kaq kur vini në atë dhe ai policia aty te dogana të thotë mirë se erdhe në atë dhe, mirë se erdhe në shtëpi, dhe ju të shohin si bankomatin që duhet i marrë diçka. Po apo jo? Ju keni nevojë që fëmijët tuaj që i keni rritur këtu, që u flisni për atë sepse do njeriu i tillë është gatuar që të lidhet me vendin nga ai vjen. Kur të shkojnë në atë, ti presin si njerëz që i përkasin racës së tyre e ti respektojnë si qytetarë të një bote të lirë, dhe jo ti shohin si kushurin që vin nga Amerika, që kanë bankomatin e vete edhe zgjidhin hallet lart e poshtë. Pra ne na duhet bashkë të ndërtojmë një Shqipëri shpirtërore e cila ndryshon vetveten e gjithë bashkë të kemi një adet për bashkët më të mirë e më të lumtur. Ose pak më ndryshe për ata që janë më të rinj dhe bëjnë pak më shpesh. E keni parasysh kur vini ju edhe parkoni aty diku te plazhi? Jo se ne themi kemi plazhe më të bukura në botë, sigurisht i kemi të bukura, po keni edhe plazhe këtej të bukura. Po ju vini se doni të harxhoni parat në atë tuaj, e doni të harxhoni ato pushime duke takuar të afërmit tuaj. Po çfarë ndodh? Shkon te parkimi, parkon, aty është një lokal. Të del ai lokali thotë, jo andej, thotë, do vish ta hash drekën këtej, pra jo te ai lokali tjetër, do vish te ky këtu. Ose po se hëngre te ky lokalim duhet heqësh makinën, a thua se ja ka